të propozimit gjithë përfshirës. Qartë. Canaj, LDK-ja? Problemi është që kam përshtypjen që lëvizja vetë vendosje, përkatësisht Albin Kurti edhe ftesën që e ka dërguar sepse ka qenë në kërkim të një subjektit të cilin mund të paraqes si blokues të situatës. Për shkak se tani është duke e bërë garën se si ta krijoj narracionin dhe ta shfaqsoj veten duke i fajsuar parti tjera për bllokimin e parlamentit. Mendoj që në këtë kontekst LDK-ja ka rënë grask, është dashur të shkoj. Absolutisht është dashur të shkoj, mënyrë që pastaj të mos t'i lëhet hapësirë që të thuhet këta. Të shkojnë në takim? Të shkojnë në takim. Tashti në fund të ditës, çështja e koalicioneve është edhe çështja e parafrimit të programeve, edhe pse t'ju them të drejtën, në Kosovë pak rëndësi u kushtohet programeve, e më shumë rëndësi u kushtohet pozitave, kush do të bëhet ministër. Pas zgjedhjeve të vitit 2019, vetëvendosjet e LDK bën koalicion. Zgjatën me muaj të tëra diskutimet për bashkëqeverisje. Por nuk zgjati shumë. 22 ditë. Po këtu du dalë. Okej. Në fund të ditës, LDK-ja e ka një përvojë ekstra të keqe me lëvizjen vetëvendosje. Për shkak se lëvizja vetëvendosje e ka rëzu personin e dytë më të fortë në LDK, prej pozicionit ministrit. Shkarkuar, po. Dështoj me ka rëzu, dështoj ka shkarku, që është jallë me. Cila parti, në qatë kohën e rëzimit qeverisë, partitë e koalicioni, këtë rast PDK-ja, o bon lisëmtare, bashkë me vendosin për rëzimin, prishën e koalicionit të rëzimin e qeverisë të Tisa Mustafës. Kujtohet, legislaturën e 5. Kujtohet. Jo. Mu që tërë, po flasë për vitin 2017. Po. Na po flasim për 2019. Jo, mjete, po, ajo është për 2019. Mi po flasë që partijeri koalicionit, PDK-ja, me të cilën ka bo kompromis, ju kujtohet fort mirë çfarë ka humbë LDK-ja në koalicion me PDK, ka qenë kundërshtimet, edhe tash po hyn koalicion, edhe PDK po bëhet disëmtare edhe shkaktare e prishjes koalicionit. Nuk ka një sistem, një relevancë, se tash pse ka prish, ku ta diun e ka rëzuar parin apo dytin severis, ka rast ministri e brendshëm apo diçka. Dallimi është këta të PDK-s janë shkuar dhe i kanë thonën Isa Mustafës pe prishim koalicionin. Si kanë thonë hes? Ja, i kanë thonë. E di edhe kush i ka thonë. Ajo kanë e di edhe ku e kanë shumë. Unë kom qenë deputet në atë kohë. E di, po edhe ti e din. Edhe ti e din. Po tashti shohet Albin Kurti një mëngjes dhe thot perzoj ministrin. E kanë rëzuar qeverinë bashkë me perzoj ministrin. Edhe natyrisht që humbet besimi. E dyta, reformat në për parti që janë bërë. Por e vërteta është, si që thotë Zoti Bishi, ishte rëzuar bashkë PDK-ja me vetëvendosje, kur ishin në koalicion. Natyrisht, partitë opozitare që atë punë e ka. Vetëvendosje normal që opozita ka dhe tendencë me rëzu opozita. Partijeri koalicionit që jenë pozit me te, rëzon qeverin, kuptim qësaj. Rëzon petreqën. Dhe së në quot më në kom kërë. Unë e mendoj që gabimin më të madhin që e ka bërë është së të herë. PDK-ja? PDK-ja. Po normal. Po, absolutisht. 2019, atë sonaj. Por, a kemi liut, po. Tani, naturisht që ka humbjet besimit. Pastaj, çka ka ndodhë, jo vetëm me LDK-n, por